le themi në fundin e ndeshjes, a mendon që Argentina gjatë kësaj kohe, pra vërtet pësoj ndoshta qoftë një luhati, kështë dobësi, nuk e mori seriozisht Egjiptin, apo le themi planifikoj ta bënte përmbysje në fund dhe ja dolën? Dëgjoj, unë mendoj që ka qenë ajo e kishte nxjerrë mësimet nga përballja me Kepin e Gjelbërt, ku ishte një ndeshje shumë e fortë, shumë e luftuar. Për mua, ndeshja më e bukur e botrorit deri tani, dhe ai që se ka para të ndeshje ka humbur goxha. Përsëri është Argentina që na jep ato me Mesin, por kur ke Mesin, jo vetëm minuta 79, pra sa i bie, ke edhe 12 dhe mund të themi në 5-6, do të shkon ke 20 minutat. Mund të bëj shumë. 20 minutat kur ke Mesin aty, do të thënë gjithçka është e mundur dhe futbolli na ka mësuar që asgjë nuk është e pamundur. Po dhe u trondi pak Mesi me një penalti të humbur. Dëgjoj, dhe unë po ta them përsëri, për shembull, me që jemi te Kupa Botës. Se e lidh me këtë, e lidh me 54-ën, se Zvicra shkojnë çertfinale pas 54-s. Ti e di që në 54-ën ka qenë një dominim total në botë i Hungarisë, me Ferenc Pushkash. Dhe në grup ajo e mundi Gjermaninë 8-3. Dolën finalet botrorit. Ishin 2-0 për Hungarinë. Dhe në fund fitoi Gjermania 3-2 dhe u shpall kampion e botës.